Eksportet shqiptare shënuan një përshpejtim më të fortë në muajin qershor të mbështetura kryesisht nga karburantet, metalet dhe makineritë. Megjithatë, edhe importet u zgjeruan ndjeshëm, duke mbajtur deficitin tregtar 6.1% mbi nivelin një viti më parë, ndërsa tekstilet dhe këpucët vijuan të japin kontribut negativ. Sipas dhënave të Instat, në qershor të vitit aktual, eksportet arritën në 35.4 miliard lekë, duke u rritur me 13.6% krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë dhe me 8.3% në raport me majin. Importet u ngjitën në 83.5 miliard lekë me një zgjerim vjetor prej 9.1%, ndërsa deficiti tregtar arriti në 48 miliard lekë, 6.1% më i lartë se në qershorin e kaluar. Kontributin më të madh pozitiv në eksporte dha grupi minerale, lëndë, dioksid dhe energji elektrike me 5.7%, pas tij u renditën materialet e ndërtimit dhe metalet me 3.6%, si dhe makineritë, pajisjet dhe pjesët e këmbimit me 3.3%. Në të kundërt, tekstilet dhe këpucët vijuan të ndikojnë negativisht në ecurinë e eksporteve, megjithëse me një efekt më të kufizuar se në muajin maj. Kjo dëshmon se industria fason vazhdon të përballet me vështirësi. Presioni nga kursi i këmbimit mbetet i pranishëm për eksportuesit që sigurojnë të ardhurat në euro, por përballojnë një pjesë të madhe të kostove në lek. Nga ana tjetër, lëndë, dioksid dhe energjia mbështeten dhe rritjen e importeve, me një kontribut prej 2.3 pikësh. Ushqimet, pije dhe duhani, si dhe produktet kimike dhe plastike kontribuan me nga 2.2 pikë, ndërkohë rritja vjen pas muajve me luhatje të forta në tregjen ndërkombëtare të energjisë, të shkaktuara nga lufta dhe ndërprerjet e furnizimit në lindjen e mesme. Në aspektin e tregjeve partnere, eksportet shqiptare u rritën me 38.5% drejt Kosovës dhe me 7.6% drejt Italisë, ndërsa ranë drejt Gjermanisë dhe Maqedonisë Veriut. Ndërkohë importet u zgjeruan me 24.9% nga Italia dhe me 11.5% nga Kina, ndërsa u tkurrën nga Turqia dhe Spanja.